ka interesa shtetërore, prandaj edhe bashkëpunimi jonë mes listës, mes partisë guxë alternativës, ka bërë që ne t'jemi stabil, pra koalicion stabil, cilë të kemi qeverisë për 4 vjet. Qa do të thotë kjo, për kërkoni tash 80 vota në kuvend? Tani ne kërkojmë prej qytetarëve të Republikës Kosovës. 2/3. Të na votojmë fuqishëm, sepse nuk jemi të gatshëm. Jo ne si lëvizje vetëvendosje, sepse ne gjithmonë jemi të gatshëm. Kosova si shtet nuk është i gatshëm, edhe nuk mund t'i përballoj edhe një palë zgjedhje në pranverë, për shkak të shpenzimeve buxhetore. Pra, fushatat krijojnë shpenzime të mëdha për shtetin e Kosovës, për buxhetin. Në vitin 2025, cilin po e lëm pas brenda një muaji përfundon ky vit, ne kemi pas zgjedhje nacionale, zgjedhje lokale, balotazhin për zgjedhje lokale dhe tani një pas zgjedhje të reja tjera. 4 proceset votimit. Proceset votimit dhe 4 herë është dashur me uqel kuleta e shtetit për me pagu për fushatën, për proceset që duhet me i kry shteti i Kosovës, KQZ-ja dhe institucionet tjera për me siguru mbarvajtjen e procesit. Apo i bie që po paralajmëroni zgjedhje sërish nëse nuk do t'i keni votat për presidentin pa partner të mëdhej? Tani, votat për presidentin duhet me qenë, jashtë të domosdoshme mi pas votat për me zgjedh presidentin. Prandaj po them që qytetarët e Republikës Kosovës duhet me e pas parasysh këtë edhe me votu fuqishëm lëvizjen vetëvendosje për mi pas sigurt edhe 4 vite qeverisje stabile, qeverisje të mirë, e cila na ndihmon për me ngrit zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Për 5 vite, sa ka udhëheq lëvizja vetëvendosje, në këto vitet e fundit, ne kemi rritje të ekonomisë. Cili është synimi, pra, zonja Pasulli, golli, cili është golli, sa vota në kuvend i doni? Tani, ne nuk kemi numër cak se sa vota i dojmë në kuvend. Ne kërkojmë për qytetarëve, cili dëtë që ka arsyen, ka mendon në mënyrë të arsyeshme, në mënyrë racionale, që të votoj lëvizjen vetëvendosje, sepse vetëm përmes lëvizjes vetëvendosje krijojmë një qeveri stabile e cila udhëheq me vendin, e thellon zhvillimin, e ngrit zhvillimin ekonomik, e fuqizon ushtrinë e Kosovës, e fuqizon sovranitetin, cilin ne kemi pasën diskutabil para se të vinte qeveria lëvizjes vetëvendosje. Kemi pas një pjesë të teritorit ku shteti i Kosovës nuk ka udhëheq me ta. Ka qenë sovraniteti plot i Kosovës. Nuk ka qenë sovraniteti plot. Tani kemi sovranitet të plot në shtetin e Kosovës. Neve na duhen edhe 4 vite me e betonu ndryshimet cilat ka ndodhur në veri të Kosovës në mënyrë që ato të mos kthehen mbrapa asnjëherë. Tani një gjë tjetër që duhet ta kenë qytetarët e Kosovës parasysh. Ne tashmë kemi deklarata prej atyre që po flasin publikisht se partitë opozitare si LDK-ja, PDK-ja e mendojnë që në momentin që ato kthehen në qeveri, do ta kthejnë gjendjen cila ka qenë në veri para vitit 2019. E ne jemi kundër asaj. Ne jemi kundër asaj. Qytetarët e Republikës Kosovës janë kundër asaj. Sepse